Gjenet, në fakt, nga moment pritet që Antonio Costa të dalë nga ndërtesa e qeverisë, në cilën ka hyrë afërsisht para 25 minutave për ta zhvilluar takimin me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin, i cili ka pritur pikërisht këtu në afërsi të tapetit kuq, e ku janë duke zhvilluar bisedime që nga koha kur kanë hyrë brenda, pra afërsisht tashmë janë shënuar gati gjysmë ore nga takimi prej kur ka filluar, e që pritet që të diskutohet nga ajo që kemi kuptuar rruga e Kosovës drejt andarësimit në Bashkimin Evropian, proceset cilat janë bërë, ligjet cilat janë miratuar në Kuvendin e Kosovës, e po ashtu edhe sfidat cilat janë përballur institucionet e Kosovës, barë parasysh faktin që nuk ka institucione stabile tash e një kohë të gjatë, pra prej më shumë se një viti, me një kuvend i cili për një kohë të shkurtër ka qenë totalisht funksional, pastaj shpërndarja e tij me dështimin për presidentin, pra këto pritet janë ndër tjera pikat kryesore të diskutimit të Antonio Costas me kryeministrin Albin Kurtin, i cili është kryeministër në detyrë aktualisht, e që pritet pas pak minutash që të dalë nga objekti i qeverisë, ku veturat cilat e kanë sjell deri këtu, pra që nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, aeroporti i Meshari që kanë sjell këtu, janë të ndezura tani më për ta zhvendosur Antonio Costa në takimet e tjera që i ka me partitë opozitare, për cilat ende nuk kemi arritur të kuptojnë terminet zyrtare, pra me partitë ish opozitare, të cilat pritet ketë takime, pra krahas PDK-s dhe LDK-s pritet që të ketë edhe takim tjetër me AKën, por që ky i fundit ende nuk është i konfirmuar një ashtu as termini, por se para se të vinte tek kryeministri Albin Kurti në takim, pak qindra metra larg zhvilloi një takim që zgjati afërsisht 30 minuta po ashtu me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Xhiu, e cila e priti ngrosisht Antonio Costa, i cili ka hyrja kryesore kuvendit, pra nga sheshi, i shoqëruar me bashkëpunëtorët e tij, e që hyn direkt në zyrën e presidentes, në cilën qëndron aktualisht Albulena Xhiu si ushtruese e detyrës pas shpërndarjes së kuvendit, dhe që si kryetare e kuvendit e morja detyrë, ku biseduan kryesisht për sfidat cilat është përballur Kosova sfundmi, po ashtu e për rrugën që është bërë sa i përket luftimit të korrupsionit, luftimit të ilegalitetit, e që detajet tjera mund t'i marrin vesh nga takimi, nga konferenca e Kostas, i cili pritet ta mbajë rreth orës 16, gjithsesi pas takimeve me partitë ish opozitare, ku me cilët po ashtu do diskutoj pak a shumë temat e ngjashme me cilat janë ballafaquar partitë politike në Kosovë, po ashtu edhe institucionet. Kjo vizitë e Kostas shënohet në turin i cili është duke u zhvilluar nga presidenti i Këshillit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Gjatë ditës së djeshme i njëjti kishte vizituar Shqipërinë në një takim me kryeministrin Edi Rama, ku kishin biseduar gjëra gjatë sa i përket rrugës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e ku përkundër që ishte një takim me Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë, në konferencën pastaj u dhanë mesazhe të rëndësishme në tërësi sa i përket rrugës dhe punëve që janë kryer në Ballkanin Perëndimor, për çka Costa konstatoi që Bashkimi Evropian është një derë e cila është e hapur për shtetet e Ballkanit Perëndimor, një ashtu për Shqipërinë, për çka tha që janë përmbushur një pjesë e madhe e kritereve e që janë në rrugë të mbarë, por se kritikoi Shqipërinë dhe i vlerësoi që duhet të bëhet edhe më shumë sa i përket luftimit të korrupsionit në institucionet shtetërore kryesisht, e po ashtu edhe në nivel më të gjerë në shtetin e Shqipërisë, për çka u dakorduan me kryeministrin Rama që do të punojnë edhe më tej, derisa sa i përket vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, hyrja në Bashkimin Evropian sipas Kostas u konsiderua domosdoshmëri e kohës, sidomos sa i përket raporteve gjeostrategjike dhe sigurisë dhe krizave ekonomike financiare të cilat janë përfshirë shtetet e rajonit, por edhe vende tjera, sidomos pas luftës në Ukrainë, e po ashtu edhe pas lëvizjeve në kanalin e Hormuzit, ku për çfarë arsye janë ngritur edhe çmimet në tërësi, kryesisht në Ballkan, me qenë se takimi i tij zhvillohet në Ballkanin Perëndimor, e ndërkohë Costa pritet që turin e tij, udhëtimin e tij disa ditor në Ballkanin Perëndimor ta zhvilloj edhe në Beograd, ku pritet që të jetë gjatë ditës së nesërme në një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, e po ashtu pritet që të ketë takim edhe në Maqedoninë
e Veriut për ta mbyllur kështu në tërësi turin e tij para një samiti i cili pritet të mbahet të premten në Tivat të Malit Zi po ashtu, ku do të ketë për qëllim diskutimin me vendet e rajonit se i përket rrugës së tyre drejt Bashkimit Evropian. Ne këtu po mbyllim lidhjen direkte për të transmetuar pastaj edhe pamje pas përfundimit të këtij takimi dhe takime tjera që do të jenë në vazhdimsi me partitë politike, po ashtu edhe konferencës që pritet nga ora 16, për cilën do ta përgatisim një kronik për edicionet informative të televizionit Duha Xhini.